Okej, aronia, boronicë e egër, xhenxhefil i qëruar. Qesë shumë pas këmbo. Saranda nuk e anë. Me ka të shumë, kështu që për mendoj. Më mdogër se edhe të nona kë shkojmë një bënë ushqimet që i du. Saranda, hajto, saranda, hajto. Ta shi ti më trajtu ti mu. Se kinonë në qëtash për të lazdrujt. Të më lazdrën, po. Edhe një limon komplet. Përveç që ja i këm këtë pjesën, po të mundën forat edhe këtë pjesën që është pak maj. Po. Ky loj i smoothit e tha dhe njerëm duke të pyta, përdore disa herë brenda javës për me pas? Preferohet mu marë 1 deri në 2 muaj, i rregull, sidomos që sezonën e dimrit. Po, preferohet esull, për shkak që ndikon edhe tek stabilizimi i ato që e thash hormoni i uris. Len, se shkam pengon mu të kretë ato që i përmene ma herët qajat e produkte që po i përdorin për dopsim, është laksativ që janë, dhe më thonë shkaktojnë diare shumë. Edhe kur po kanë diare, ata nështë edhe për një me po dopsohen, po edhe po hupi një kësisht shumë vitamina dhe minerale prej organizmit, prej zorve, edhe po shkatrojnë florën e faunën e zorve me një fjallë. Tregom kë smoothie që po përgatiti, a ka të njëjtin efekt? Ka veprim detoksifikus. Do më thoi jo laksativ, jo më shkaktu barkëqitje ose diare. Ato produktet që përdoren për mi largu langjet, faktikisht me pastru zorën, jo në afërsisht deri në 4 kg, varet për peshes, zora mundet me majtë mbetje. E tash llogarete për shembull dikush e përdor një çaj për dopsim, për një muaj edhe me të vërtet i hek 4 kg, se pastron zorën 3 deri në 4 kg, ose për shembull nëse është i largon langjet, largon ujë prej organizmit që nuk është në rregull me largu sasinë e ujit, se shkakton dehidrim, aty ndikon edhe tharje të lëkurës, edhe për mund më ardh si eventualisht problemet me veshka, mund me shkaktu probleme tjera ekstra që janë të panevojshme. Ndërkohë që kë smoothie që po përgatisim ndikon, me ndihmon melçis për detoksifikim, me stabilizon insulinën gjak. Edhe kaneli ishte na? Ishtoj kanel. Kanela është opsionale, po të personat që me të vërtet e kanë për dopsim, edhe të personat që kanë diabet, personat që vujnë nga çrregullimi i insulinës në përgjithësi, ose rezistenca në insulin, kanela ndihmon shumë me stabilizu, gjithashtu është edhe antioksidant, me qëllim nuk e shtova me njëherë që me lanë si opsionale. Edhe gjithashtu kanela indikon edhe me neutralizu shijen e dheu që ka repa e kuqe. Mu nuk më pengon. As mu së më pengon, po dikujt i pengon. E që ditë nëson jam kogja kështë zidhë se... Te fëmijët, për shembull, preferuat mu filtru, ose mu marë vetëm langun, nëse veç nuk e tolerojnë, edhe mu jep... fëmija me përdorë? Edhe mu jep, mos mi shtu shumë kanil, ose te për pak, edhe mi jep në formë të... Një luk për kanil. Mi jep në formë të sirupit, për shembull varet, 5 deri në 10 ml brenda ditës. 5 deri në 10? Luk e vogël kanil. është fjala për fëmijët cilët janë pak ma obeza, po? Jo, kjo është për imunitet. Të fëmijët ndikon për imunitet, po. Më thonë të krejt ndikon edhe për imunitet veç kur e bojnë për fëmijë, ma pak xhenxhefil me i shtojnë po normal, ma pak xhenxhefil, edhe limonin mujna me shtrydh, po nëse priton me bu 2-3, mund është vetëm me shtrydh, me marrë vetëm sasinë e langut.